dhe në gjurmim. 2 qytetarë gjerman me origjinë kosovare, atje kapi këta tjerë. Pra, ishte duke gjërmuar ata 2. I vajtën këta tjerë, e dokumentuan, për na janë ato fotot atje. Se ndryshe nuk do ishte kapur kjo. Dhe pastaj e kanë lidhur me pjesën e Skajt, dhe ka dalur, ku lexon deklaratën e Spakut, thua aty bosa ton pas kanë kapur, asi gram se s'kap Shqipëri. Pra, edhe kjo dosje në vetvete, në thelbin e vet. Një tjetër dosje për kthyer. Është, po patjetër më ka ardhur që ande. Dhe pastaj ne kemi çuar ca letër porosi në Spanjë, kemi çuar në Itali, kemi çuar në Holland, kemi çuar në Belgjik, dhe kështu është krijuar narrativa për të patur të, e do të them vetë diçka që mos harroj. Në 2024 pastaj është shtuar akuza. Në fillim ka qenë akuza për pastrimi parave, fillestarje. Në 2024 është shtuar dhe trafiku i kokainës. Dhe kjo është një provë sot, edhe pse s'është vendim gjyqësor akoma, pra është kërkesë e Spakut, është një provë e asaj që ne kemi thënë gjithkohës, që kjo qeveri që është sot, kjo mazhorancë që është sot, krijoi të gjitha kushtet për ta kthyer Shqipërinë në një bazë operative të krimit organizuar. Dhe ja ku jemi. Tu është pyetja që cili nga eksponentët e mazhorancës përmendet dhe përfshihet te kjo dosje? Tani unë po them janë gjyq, ti pret ta them unë para se ta them në gjykat. Okej. Ata janë dhe kaq budollën tani që ta ata janë duke dëgjuar me vëmendje. A ka? Dgjoj. Po tjetër që ka. A ka? Takimi, unë duket kam folur te ty dhe për të Arubën, po, dhe të kam thënë në Aruba. 2 profesorë. Nuk ka qenë takim për të diskutuar ose nuk ka qenë një marrëveshje kokaine. Ka qenë marrëveshje ndërtimore. Ka qenë takim se ku do të investoheshin dhe ku do të shkonin paratë që vinin me ky biznes dhe se si do të gjente rrugët qeveria shqiptare që ky projekt të realizojë në mënyrën më të mirë të mundshme. Takimi i Arubës nuk është sot. Por po të shikosh se çfarë ka ndodhur mbas takimit të Arubës, do thotë që aty janë zbatuar të gjitha gjërat që ne dyshojmë se s'ka pas takim. Takimi i Arubës rëndësinë e Jaltës për ndarjen e kufive. Takimi i Arubës ka pasur përfaqësues qeverisë aty brenda. Përfaqësues jo i qeverisë, por shumë i rëndësishëm i kryeministrit, sepse ai do marri përsipër realizimin e projektit. Pra, nuk realizohet dot gjithë ai investim, që ti do të futesh jo me 1-2, po me qindra miliona euro në ekonomi, e pa nuk hatur ata atje sipër, ti e di që këta janë aparat lek shqiptar kërkues, kam një miku thotë ta për administratën tonë, aparatot shqiptare, aparat lek shqiptar kërkues. Pra po kaloj aty ata nuhasin, dhe ti nuk e rrshket dot atë. Ti duhet diskutosh me ta, dhe fakti që në këtë